Përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin maj për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse ende s'ka përfunduar muaji prill, videot e javës, video me tema për dashurinë, por dhe video të ndryshme që postohen në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende s'kan bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Gjithsesi, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe do shohim energjinë që do na vi për muajin maj, për shenjën tuaj. Dhe kartat bien vetë. Atëhere, kemi energji të shenjave të zjarit, që jeni ju vetë, energji të shenjave të ajrit, dhe kemi energji në shenjës së akrepit. Në javën e parë, gjithsesi në fillim të javës së parë, ju shoh që ju do tregoni shumë luftarak në lidhje me një lloj konkurrence, ose me disa tensione ose konflikte që mund të keni, si në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër mund të jetë një konkurrencë te vendi punës, ose dhe në lidhje me studimet tuaja për një pjesë tjetër, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme. Por gjithsesi, unë shoh që ju do luftoni shumë fort për të fituar në mes të kësaj konkurrence. Mund të jetë një projekt, një bashkëpunim në lidhje me ju. Dhe në mesin e javës, ju do të jepni fund. Ju shoh që keni kaluar tension dhe stres për një kohë të gjatë. Ndoshta ka zgjatur edhe deri në 10 vjet për një pjesë prej jush. Për disa prej jush mund të ketë të bëj edhe me tensione në lidhje me zemrën, sigur ndiheni të lënduar. Në lidhje me pjesën tjetër, në këtë 10 vjeçar ose mund të jetë dhe më pak se 10 vjet, për pjesën tjetër, ju shoh që mund të ketë lidhje me dokumentat, mund të ketë lidhje në lidhje me studimet tuaja. Ndoshta keni kaluar një kohë të gjatë duke u stresuar, duke u tensionuar, dhe shoh që ju do të çliroheni, do të jepni fund kësaj situate. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj, mund të ketë lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje edhe me institucionet shtetërore, me çështje ligjore të ndryshme. Por në fund të javës kemi energjinë e Plutonit këtu, që ju do të jepni fund. Përfundimisht ju mbyllni çfarëdo lloj situate të vështirë që keni kaluar në jetën tuaj. Dhe unë shoh që do keni surpriza pa fund. Në qoftë se jeni duke mbyllur një njofje që nuk ka funksionuar, një marrëdhënie, ose ju dëshironi të ndryshoni diçka në marrëdhënien tuaj, sepse shoh që ka pas shumë konflikte, shumë tensione në lidhje me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, për pjesën tjetër ose në lidhje me anën ekonomike, unë shoh që ju do të jepni fund këtyre situatave. Një çlirim i madh për ju, një ndryshim shumë i madh që vjen në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, po dhe çfarëdo lloj situate tjetër që të keni. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh edhe një transformim shpirtëror. Ndërsa për disa të tjerë mund të lini këto situata mbrapa që keni kaluar, dhe këtu bëhet fjalë në lidhje me disa konflikte, me një lloj konkurrence, ose keni qenë shumë të stresuar për një kohë të gjatë. Unë shoh që do t'i lini mbrapa këto për të filluar diçka tjetër, për të ndryshuar jetën tuaj këtej dhe në vazhdim. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëhere, erdhi një energji fantastike. Në javën e dytë, shoh që jemi te energjia e kartës magjistarit, ku janë të përfshira gjitha shenjat e horoskopit. Dhe tham, mund të keni ascendente në çfarëdo lloj shenje që mund ta keni, ose mund të keni të bëni me persona të ndryshëm të shenjave të horoskopit. Kemi energjinë e shenjës së gafores dhe kemi energjinë e shenjave të ujit përsëri këtu.
Në fillim të javës, shoh që ju do ndjeni shumë entuziast, ju shoh që keni manifestuar për të realizuar diçka. Në qoftë se ju keni manifestuar për të realizuar një dashuri, një njohje, ose për të quar lidhjet ose marrëdhëniet tuaja para, ju mund të keni manifestuar në lidhje me fëmijët, në lidhje me shtëpinë, me familjen. Unë shoh që ju do realizoni diçka. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën, me anën ekonomike, me projekte të ndryshme. Për disa të tjerë mund të ketë lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet, në lidhje me anën shëndetësore për një pjesë tjetër. Por në lidhje me qëllimet që ju keni vendosur vetes, por dhe me kontratat të ndryshme që do keni gjatë fillimit të javës. Më thënë, për çfarë do lloj gjëje që ju keni manifestuar, unë shoh që ju do arrini ta realizoni në fillim të javës. Dhe në mesin e javës, ju shoh shumë emocional, ju do të jepni drejtim emocioneve tuaja, dhe shoh që keni një takim në fund të javës për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër, ju do të jepni drejtim marrëdhënieve, njohjeve, lidhjeve që keni, dhe ju shoh që do jeni më të konsoliduar. Ndoshta ju do arrini të shprehni gjëra që nuk i keni shprehur deri tani në lidhje me personin që keni në jetën tuaj. Në rastin tjetër, ju do të jepni drejtim shtëpisë, familjes, fëmijëve tuaj. Për një pjesë tjetër anës tuaj ekonomike ose punës tuaj. Ose çfarë do lloj gjëje që ju keni manifestuar, se unë shoh që ju realizoni çfarë do lloj gjëje, i jepni drejtim situatave dhe ju shoh që mund të jeni dhe duke festuar në fund të javës. Për një pjesë prej jush mund të hyni në partneritete dhe është një javë fantastike për ta shfrytzuar, për të filluar këto partneritete që ju dëshironi të futeni, dëshironi që të jepni drejtim. Dhe këtu kemi te karta e karrocës, kemi dhe 4 energji, është energjia shenjës së Demit, shenja e Akrepit, shenja e Virgjëreshës dhe shenja e Luanit. I ka, pavarësisht se është energjia e Gaforis, i ka të gjitha energjit këtu. Gjithsesi shoh që është një javë fantastike, shfrytëzojeni këtë javë në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, me kontrata, me studimet, me familjen tuaj, në lidhje me gjithçka. Ne shohim energjinë e javës së tretë. Ndërkohë se harrova të thoshja, në fillim të javës disa prej jush mund të jeni duke shprehur dhe talente që ju keni mbajtur deri tani brenda vetes tuaj. Dhe vazhdojmë në javën e tretë. Në javën e tretë jemi te energjia e Perandorit, që është energjia juaj. Kemi energji të shenjave të ujit dhe kemi energji të shenjave të tokës. Është përsëri një javë fantastike për ju. Ju do merrni iniciativa. Do jeni në një pozicion perandori. Do jeni të vendosur në qëllimet tuaja. Do jeni shumë autoritar në lidhje me qëllimet që i vendosni vetes, ose për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Dhe unë ju shoh që ju do jeni ndoshta shumë mbrojtës edhe ndaj familjes, do merrni iniciativa në lidhje me një dashuri. Ju shoh shumë emocional në mesin e javës dhe në fund të javës ju shoh shumë të sigurt në lidhje me këtë iniciativë që do merrni. Për pjesën tjetër, mund të jeni iniciativa në lidhje me në marrëdhëniet ose njohjet tuaja, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Dhe shoh që ndiheni shumë mirë, shumë emocional, ndoshta çdo gjë do ta bëni edhe nisur nga emocionet tuaja. Dhe në fund të javës ju shoh shumë të sigurt në lidhje me gjithçka. Për pjesën tjetër mund të kenë lidhje me kontrata të ndryshme. Mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata martesore, mund t'i merrni kontratat nga më të ndryshmet. Dhe shoh që ju do merrni lajme të mira, do gëzoni, sigur do buzëqeshni gjatë mesit të javës, dhe në fund të javës shoh që ju do keni më vetbesim, do ndjeni më të sigurt në veten tuaj në lidhje me iniciativat që do merrni gjatë kësaj jave. Për pjesën tjetër, ka lidhje me anën ekonomike dhe shoh që do keni lajme të mira ekonomike dhe do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Mund të jetë para nga puna juaj, mund të jetë para në lidhje me trashëgimit, në lidhje me një shtëpi, nga fëmijët tuaj, varet se si keni situatat. E rëndësishme është që është një javë iniciativash, lajmesh të mira, çlirim shpirtëror, një lloj gëzimi
që do keni, por dhe një lloj vetbesimi që do t'ju vi gjatë kësaj periudhe në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë në javën e 4 kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, por është kryesisht shenja e Shigetarit, energjitë shenjave të shenjës së Luanit dhe kemi energjitë shenjave të tokës. Ju do lini mbrapa në fillim të javës 4, çfarë do lloj problemi që keni kaluar për një kohë të gjatë. Dhe tham, këtu keni deri në 10 vjet që keni pas tension, stres, ose më pak se 10 vjet, dhe këtu kaloni një grad më poshtë, jemi te 9, por këtu jemi te 9 e shkopinjve, ku ju do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe do shikoni se si ju të ecni para. Por kjo ka lidhje në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, për t'i çuar para ato duke lënë mbrapa çdo gjë që keni kaluar. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen tuaj, me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni pasur. E rëndësishme është që ju do të tregojnë më të kujdesshëm, por ju shoh edhe në një moment që ju do mendoni se si të çoni gjërat para, këtej dhe në vazhdim. Dhe në mesin e javës ju shoh shumë të vendosur në qëllimet tuaja, me shumë pasion, ju shoh sikur digjeni, bini zjarr gjatë mesit të muajit në lidhje me një dashuri, por këtu kemi një energji emocionale, por kemi dhe shumë pasion. Më thënë, ju do jeni shumë emocional, por do keni dhe shumë pasion në lidhje me një dashuri, duke u treguar të kujdesshëm, dhe unë shoh që ju do filloni të investoni te një person i veçantë. Dhe është diçka që ju e keni menduar mirë. Për pjesën tjetër, mund të jetë diçka në lidhje me shtëpinë, tham, ku ju dëshironi të lini mbrapa diçka, të ecni përpara, gjeni forcën brenda vetes, shoh që do shkëlqeni, do keni sharm, do keni shumë pasion në marrëdhëniet tuaja, dhe në fund të javës shoh që ju do jeni duke investuar. Mund të investoni në shtëpinë tuaj, mund të investoni te fëmijët tuaj, në punën tuaj, nga ana ekonomike. Për një pjesë tjetër, ju mund të bëni dhe një punë tjetër për të shtuar të ardhurat tuaja. Gjithsesi, është një muaj fantastik në lidhje me shenjën tuaj. Uroj vërtet për të gjithë të jetë kaq i mbar, dhe do shohim, do marrim një mesazh nga angjëjt për të parë se çfarë mesazhi ju japin për muajin maj. Atëre, është një energji fantastike për ju, shoh që jemi te 11, flak binjake, shpirt binjak. Është një muaj ku ju do gjeni shpirtin tuaj binjak, ose personin që do jeni në njohje ose në lidhje ose dhe në marrëdhënie tuaja, do ndjeni që ky person është vërtet shpirti juaj binjak, sepse jemi në numra binjak. Gjithsesi ju thot që ju do keni një energji të jashtëzakonshme, thot. Lini mbrapa momentet e vështira që keni kaluar, falni dhe ecni përpara. Është një mesazh fantastik për të gjithë ju, pavarësisht këtyre situatave që keni kaluar për një kohë të gjatë, asgjë nuk kthehet mbrapsh. Kështu që është mirë që ju të lini mbrapa gjithçka dhe të shikoni të ecni përpara, të falni dhe të ecni para, ju thot. Nuk e di, është vërtet një mesazh kuptim plot. Kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill sepse ende s'ka përfunduar, videot e muajit e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj një muaj sa më të mbar për të gjithë ju, një mbasditë dhe një fundjavë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.